Hoxh thot ju përshëndes shumë, jam thot një motër muslimane e deshta me të pyet, kam dëgjuar se me qenë të xherushëm dhe me të ardhët musafir, pra nëse ti thot jemi Ramazan dhe ata pa Ramazan nuk bën thot me shërby. A është thot e vërtetë thot kjo? E vërtet gjithë ditën e gjithë natën. Përpasi nëse ata janë njerëz që ka lehtësuar Zoti me hunger. Si për shembull janë udhëtar dhe vinë pe diaspore. Vinë musafir pe Gjermanisë, më rrinë gjatë ditës, dhe se kanë hunger Ramazani, se kanë pas halal me hunger, dhe tash dita e ka shku atyne, se kanë atë dita gjerim, lypin me hunger e me pi, e keti lejuar. Apo personit smut, apo plakut i shtyrë në mosh, e cile dhaj, se ka obligim e agjeru, sepse agjerimi e rëzën e dërmën. Pra personave të cilet Allahu i ka lejue me hunger Ramazanin, nuk e ke gjëna me këthy bukë thmive, trentit, gruas gjatë lehonis, gjatë kohëve të përmëshmeve të saj, ndërsa njerëzve që nush, që kanë bërë që Ramazanin, po vinë të shpija, e pi qëtë kafe, pe thu qëfar kafe për ne, që ty bën të ke pi, as që ke bën të, korë për jetë, edhe në plaq, e në kopsh, se s'ta ka kërku e dhami, as s'ta ka pa syni prej meje. E jo pasha Zotin, që është e qëtë vetë kafen, ata qëtë vihri, a dikush, është mesele tjetër. A unë për të qësë kafe ty në Ramazan, e për të qësë uj, jo vallahi s'ta ke pi kur për jetë. Po?